Përshëndetje gjithëve, jemi në podcast, jemi në Radar, kemi të ftuar analistin Fatmir Merkoçi për të folur mbi zhvillimet më të fundit politike. Zotë Merkoçi, faleminderit shumë që jeni me ne dhe që pranuat ftesën tonë. Faleminderit dhe juve. Zotë Merkoçi, dita e sotme përkon edhe me nisjen e sesionit parlamentar, ndërkohë ka edhe një protestë siç ndodh çdo të hënë nga Partia Demokratike, siç një ndryshe edhe si foltorja parlamentaro qytetare. Ju si komentoni këto lëvizje, duke qenë se keni qenë gjithmonë brenda Partisë Demokratike? Jam themeluesi i Partisë Demokratike, po kam qenë herë funksionar i asaj partie që themelim më mbrapa. Gjithsesi jam pjesë e politikës shqiptare, pavarësisht se nuk kam funksione politike. Jam munduar gjithmonë të bëj atë pjesën e analizës politike dhe ngrej kauza apo alternativa për zgjidhjen e problemeve. Gjithsesi kthehemi te parlamenti. Ajo që është e rëndësishme është fillimi i këtij sesioni dhe ndryshimi që do ketë ky sesion parlamentar, i cili ka në vetvete shumë barra për të kaluar, nuk di se do të jenë të aftë për të përballuar situatën e cila ndodhet në Shqipëri, i aftë të përshtatet me momentin, realitetin të ndryshimit që po ndodhin. Apo do vazhdojmë të jemi ai parlamenti i cili vetëm ngren kartonin dhe nuk kemi absolutisht asgjë tjetër. Themi një parlament i komanduar, një parlament i cili nuk e ka prodhuar ndonjëherë ndonjë të mirë për vendin, pasi gjithmonë ka miratuar ligje apo projektligje të ardhura nga qeveria dhe të miratuara në mënyrë verbale, themi në sy mbyllur si dhe nuk ka qenë një aftë të bëjë një debat konstruktiv brenda asaj salle. Nuk kemi dëgjuar ndonjëherë në një debat profesional, politik, por gjithmonë kanë qenë debate sherrë ndërmjet njëri tjetrit, private, dhe jo një gjë thelbësore që të sjellë zhvillimin e këtij vendi. Brezi 30 vjeçar është ai brezi i cili ka shkatruar këtë vend dhe do vazhdojë ta shkatrojë këtë vend. Kjo ka ndodhur edhe në parlamentin shqiptar, kur themi nuk janë përfaqësues të popullit, jo pse janë të zgjedhur nga partia, si gjithmonë partia do të zgjedhin në mënyrë absolute. Këto janë pralla, pastaj jo lista mbyllur, lista hapur, këto janë pralla. Por shohim që partitë nuk pranojnë themi njerëz të cilët kanë dera, kanë kontribute për shoqërinë, kanë se çfarë japin kësaj shoqërie, por zgjedhin disa manikin të cilët thjesht vetëm ngrej kartonin. Pra, të bëhet deputet një person 20 vjeçar, 30 vjeçar, brezi 20 vjeçar, 30 vjeçar, është fatkeqësi për komin. Sa janë të ushtarë që ngrenë kartonin edhe nuk din as se çfarë ligjesh votojnë, kjo është më e keqja. Pastaj ai parlament, kjo është më e keqja. Prandaj them që a do jetë ky parlament që kjo sesion që të ndryshojë të paktën të zënë mend dhe ndryshojë dhe të bëjnë politik në atë parlament. Ai parlament është për të bërë politik, nuk është për të bërë sherrë personale apo llogje pazari, themi. Aty duket vetë sikur je në kafe. Sikur po bëhet një bisedë kafe, dhe jo një bisedë politike. Nuk kam dëgjuar ndonjëherë që bëhet një debat politik, të një alternativë apo të ketë përplasje alternativash. Gjithmonë vetëm sherrë, vetëm nuk e di. Për sa i përket asaj që e pyetet për foltore, kam thënë edhe herë tjetër, foltore mes rrugës nuk bëhet, po hajt. Kjo është situata, kjo është politika shqiptare. Në këtë lloj situate ndodhemi derisa dalim bëjmë edhe foltore mes rrugës. Foltoria ka kuptimin e sallës, ka kuptimin e asaj që ti të kesh mundësi për të bërë dhe për të marrë. Por as nuk jep, as nuk merr, pastaj aty dalin disa persona me i cop letër, fillojnë lexojnë ata çfarë ju kanë shkruar të tjerët, se vetë nuk besoj se i shkruajnë. Dhe arrin pastaj në atë pjesën të cilën e demoralizon popullin, kur e shef popullin atë ambient atje me aq pak vend. E demoralizon tjetrin edhe thotë ai tjetri që është kjo opozitë e tillë. Pavarësisht se ti e quan foltore, ndikimi që është tek populli është negativ. Qartë, zotë Merkoçi, pse nuk po arrin të frymëzoj opozita dhe më konkretisht Partia Demokratike, pavarësisht se gjithmonë merr iniciativa
të ndryshme, siç janë edhe këto foltore, siç janë edhe protestat kombëtare që e ka thirrur me datë 24, pse nuk do që të frymëzoj? Që të frymëzosh popullin, duhet të ngrihesh kaos. Nëse nuk ngren kaos, nuk mund ta shfrytëzosh popullin që të ngrihet dhe të bashkangjitet ty në atë çfarë ti kërkon. Kauza është kryesorja në politikë. Duhet të kesh alternativë. Domethënë, jo vetëm konstatime, siç bën opozita që bën vetëm konstatime. Volli kaq, voll kaq. Ky këtu, ky atje. Kjo këtu, kjo atje. Kaq lek apo aq lek. Kjo nuk janë konstatime dhe nuk jep rrugën e zgjidhjes. Problemi është të japësh rrugën e zgjidhjes. Dhe prandaj them që opozita duhet të japë rrugë zgjidhje. Mirë, rruga e zgjidhjes nuk jepet vetëm nga unë. Vetëm nga Sali Berisha kërkohet rruga e zgjidhjes. Pra nuk ka përplasje alternativash. Sepse duhet të jetë e djathtë, nëse në momentin që nuk është një parti e djathtë. Dhe partitë e djathta këtë kanë fraksionet, funksionon nëpërmjet fraksioneve brenda partisë. Dhe fraksionet japin ata pastaj që bëjnë përplasjen e alternativave brenda partisë. Dhe votimi nxjerr alternativë më të mirë dhe i bashkangjitet pastaj të gjitha asaj alternative. Mirë, po duke bërë këtë lloj alternative, gjen rrugën e zgjidhjes. Nuk ngelesh në konstatim. Mirë, po një opozitë e cila ngelet në konstatime, prandaj them nuk përcjell frymë. Se duhet të përcjellësh frymë tek qytetarit. Nuk është problemi tek ata antarësia që ke apo ato militantët që vinë gjithmonë aty kur ti i thret, ata janë gatshëm, vinë në çdo kohë. Nuk është ky problemi. Problemi është që të marrësh dhe ta ngresh tjetrin nga kafja dhe ta sjellësh në protestë. Mirë, po që ta ngresh nga kafja, ta sjellësh në protestë, duhet t'i japësh frymën. Duhet t'i përcjellësh frymën dhe kur ti përcjell frymën, pastaj ai të beson. Në momentin që ti nuk përcjell frymën, dhe në momentin kur ti thua unë do bëj një protestë, dhe kjo protestë dalin disa njerëz, lexojnë ca letra atje. Nuk ka protestë me podium. Po fure podium nuk quhet për protestë. Ai është miting. Protestë nuk quhet. Protesta nuk ka podium, sepse në protestë nuk parashikohet se si hecën protesta. Sepse vetë fjala protestë ka dhunën brenda. Pra dhunën, kur flasim dhunë, ka një përplasje, mund përplasesh, mund bëhesh, shtyhesh, drejt, këto gjithmonë protestat këtë kanë. Po nëse ti del me cop letër dhe lexon copën e letrës, atje çfarë frymë do të pres, sepse atë letër që ti e lexon nuk e nxjerr nga shpirti them, nuk e nxjerr si pasojë e asaj që ti bën. Por ti e bën një protestë, domethënë nuk di si ta quaj. Ka do të thotë që duhet të përcjellësh frymën. Në momentin që ti nuk e përcjell të frymën, po se thash ai që lexon letër, del me cop letër atje dhe lexon letrën, ai nuk përcjell dot frymën, nuk i del nga shpirti, nuk i del nga ajo çfarë protesta është e papërgatitur. Domethënë, ai që më përsipër për dalë në podium duhet thotë diçka që ta ndezë. Me cop letër nuk e ndez dot. Çfarë do të thosh? Në momentin që ti lexon letrën, nuk e bën dot. Nuk e përcjell dot atë fjalën tënde, nuk e përcjell dot tek qytetari, tek ai që ka ardhur aty në atë protestë. Domethënë, kjo është defekti që kanë. Dhe ajo që mbeten besnik i asaj që unë kam thënë, partitë politike nuk bëjnë as protesta as revolta. Është populli, janë sindikatët. Fatkeqësisht në Shqipëri sindikatët janë thyrë leva partia dhe nuk ekzistojnë, që është nga 91 mbrapa nuk ekzistojnë, por janë sindikatët ato, ose është vetë mënyra organizimit të njerëzve të dalin ta bëjnë. Po këtë gjë partitë politike e kanë frenuar dhe kanë hedhur gjithmonë atë idenë, kemi 34 vjet që ne vazhdojmë dhe themi që partia bën protestë, partia duhet kur thret partia atëherë duhet dalësh, jo kur ti ke nevojë për të dalë. Dhe ky lloj mentaliteti ka bërë që njerëzit i ka frenuar pastaj. Pra nuk kanë më besim të dalin vetë, sepse thotë duhet të jetë partia. Po, në literaturën botërore, apo në të gjithë faktet botërore, apo dhe fakti shqiptar, sepse ne kur bëm
protestën e atë, revoltën e 91-shit, kur rrëzum qeverinë nano me sindikatën, ne nuk pranuam që partia, dhe pse ishte partia e parë opozitare, ne nuk e pranuam të ishte pjesë e kësaj si forcë politike. Dhe mbajtëm vetëm sindikat, dhe arritëm pastaj që ngritëm popullin dhe bëm përmbysjen e qeverisë. Mi po është hera parë dhe e fundit që një qeveri në Shqipëri përmbyset me protestë. Dhe nga vitin 91, deri më sot, në të gjithë protestet që kanë bërë partitë politike të dy krave, jo vetëm një krah, nuk kanë arritur në asnjë moment të rrëzojnë qeverinë. Ndryshimin e qeverisë nuk e kanë sjellë dot. Dhe unë prandaj them, partitë politike nuk bëjnë dot protestë, nuk bëjnë dot revoltë, nuk bëjnë dot ndryshim, sepse nuk kanë pika, nuk kanë kërkesa. Sepse partitë politike kërkesa duhet të shtrojnë në parlament, se është parti politike. Nuk mund të bëjë një parti politike protestë. Kur të arrijë partia politike protestë, mund ta bëjë brenda parlamentit. Mund të hedhë alternativën, kauzën, kërkesat, interpelancat, këto janë ato rrugët që bën partitë politike në parlament. Por nëse dalim në shesh, përse në shesh del populli, nuk del partia. Partia mund të ndihmojë nga mbrapa, është problem tjetër, ato makinacione që mund të bëhen nga mbrapa është gjë tjetër. Por vetë nuk del. Sepse s'kan asnjë kërkesë, dhe prandaj them, edhe kjo protestë që do bëhet në datë 24, nuk ka ndonjë kauzë. Nuk ka ndonjë kërkesë që t'i drejtohet qeverisë, po ma bëre këtë 1, 2, 3, deri këtë datë unë të presë, se kësaj date unë do ta përshkallëzoj protestën. Nuk ka. Domethënë, protestë me Rama hik nuk është. Se kemi filluar me Nano hik edhe vazhdojmë Rama hik. Nuk ngren gjë. Kështu që shohim se si do ecim. Ju tha zoti Merkoçi që mungon një kauzë. Nga ana tjetër, lëvizja Saliani, e veçuar lëvizja Saliani, a ka një kauzë, a ka një frym, si e shikoni ju? Lëvizja Saliani. Saliani mundohet bëj një lëvizje, por është brenda koperturës. Çka do të thotë që nuk del dot jashtë kontekstit të asaj rruge e cila është partia. Supozojmë, unë nuk e kam dëgjuar Saliani për shkakun të thotë që dëgjoj, ne do bëjmë unë marr përsipër dhe këtë lëvizje që kam sepse do bëj të djathtë parti, do ta kaloj nga qendra që është aktuale, do ta kaloj partitë djathtë. Dhe synimin ta çoj tek konservatoria. Por çfarë ndodh? Edhe Saliani vet, po ta vesh re. Në të gjithë del vetëm, këta dalin vetëm, kjo është ajo e unit. Pra unë nuk shoh ndonjë staf, po që të ketë një panel. Nëse ti nuk ke një panel, që të kesh disa figura, që atje kur shkosh dhe të prezantohesh me disa figura, me një grupim, themi. Pra të mungon paneli nga mbrapa. Pra vërtet ti ke marrë të nisë, po duhet kesh edhe një panel. Mi po në të gjitha lëvizjet që kam parë, takimin që kam parë, nuk e kam parë me panel. Nuk ka, çka do të thotë që është një lëvizje personale e tia, po është edhe kjo brenda konturit partisë. Nuk e kam dëgjuar ndonjëherë që të flasi për të djathtën. Atë që i mungon Shqipërisë mungon e djathtën. Aktualisht Shqipërisë mungon e djathtën. Dhe këtë djathtën nuk e shoh që Saliani mund ta bëjë. Të paktën deri tani, dhe unë shoh qoftë në qëndrime, qoftë edhe thash edhe në të panelin që duhet ketë nga mbrapa. Pra, kur shkon në një takim duhet t'jesh me disa, jo vetëm. Dalja vetëm tregon se ti e ke personale pastaj. Pra ti ke një synim personal. Por në politik nuk shkohet në mënyrë personale. Vërtet është egoja. Dakor, nuk kam absolutisht asgjë, se njeriu ka synimet e veta njërin tjetër. Por në politik nuk mund të çash i vetëm dhe të dalësh vetëm. Se po të jetë vetëm, atëherë vetëm është ky tjetri. Vendos këtë ti. Për çfarë vjen? Pra duhet ketë një diapazon tjetër të të bërit lëvizje. Se e dëgjoj që thot sepse dua të bëj takime me elegë. Po kush të ndalon me bëhet takime me? Po e gjithë, çfarë rëndësie ka? Problemi është kush është kauza jote.
Kush është alternativa jote që të bësh të mundur që antarësia të ketë. Për shembull, një nga gjërat që unë do të thoja, do ta sugjeroja kimin figurativ se çdo njeri ka të vetën, Saliani nuk kërkon fraksione brenda partisë. Se nuk e ka konceptin ndoshta të fraksionit. Se duhet të jesh i djathtë, duhet të jesh konservator, ta kuptosh se si funksionon partitë e djathta. Partitë e djathta nuk funksionojnë në këtë lloj forme. Partitë, për shembull, një nga pikat që Saliani duhet kërkonte, për mua, do të ishte zbatimi i statutit partisë. Çka do të thotë? Në statutin e partisë e ka nenin e fraksioneve brenda partisë. Saliani nuk e kërkon këtë. Pra nuk e ngren këtë si kaos. Po kërkon takime, jemi kështu, jemi ashtu, jo të bëhemi fitues, jo të bëhemi këtë. Pra nuk jep zgjidhjen. Sikur të vinte dhe të kërkonte thjesht vetëm zbatimin e statutit. Për sa i përket fraksioneve brenda partisë, do ishte gjë tjetër. Dhe do kishte një kaos dhe do kishte rrymat që do t'ju bashkonin pastaj. Por nëse ti bën vetëm takime për t'i bërë kashillik njërit apo tjetrit, kjo s'është politik. Duhet bësh diçka politike që tjetri ta kuptojë që ti po lëviz politikisht. Nëse lëviz në mënyrë individuale, kjo nuk di, por nuk quhet më, do të dështosh, sepse këto lloj lëvizje që bën Saliani janë bërë edhe me persona të tjerë. Në fillim e ka nis Selami, u largua. E ka nis Genç Pollo, u largua, u rikthye. E ka nis ai grupi 52, edhe ata nuk bën dot gjë. Pse? Sepse të gjithë ngelen në atë lloj linje politikës. Domethënë, linja e asaj që ne do shkojmë po deri te kryetari se prekin, po këto pjesët e tjera janë ata që bëjnë zullumin. Për të ndarë pikërisht këtu, zoti Mirkoçi, duke qenë se zoti Saliani ka bërë edhe disa akuza për ata njerëzit që vinë më poshtë zotit Berisha, i referohem këtu zotit Noka, po ashtu edhe zonjës Vokshi. Ai ka thënë që ata në një farë forme janë dhe keqja e Partisë Demokratike. Ju si e komentoni këtë? Po mirë, keni dëgjuar ndonjëherë Saliani që godasi Sorosin? Saliani Sorosin nuk e godet. Në të njëjtën kohë, kur unë kam qenë tek primaret e para, unë kam deklaruar brenda Partisë Demokratike, konferencë aty, dhe kam thënë, për sa kohë Sorosin do të drejtojë Partinë Demokratike, do të drejtojë Sorosin nuk bëhet. Pra, Saliani nuk ka një luftë ka shi të majtës që është brenda. Dhe Sorosi është i majtë. Pra, ku ta njerëz janë aty brenda dhe komandojnë partinë, ti nuk del luftë kundër këtyre, prandaj thash dola tek fraksionet. Nëse ti bën një fraksion brenda partisë, ke të drejtën edhe përfaqësimit, po edhe të hedhësh alternativës. Pra, këtë debat që ti e bën nëpër studio, nëpër njerëz, nëpër këtë, do ta bësh brenda strukturës partisë. Dhe ti kur shkon në takime, nuk shkon si individ, pastaj shkon si grupim, si fraksion. Prandaj, ja u thash edhe atë punën e panelit. Që duhet kesh një grupim që ne jemi fraksioni konservator, ne jemi ka fraksioni i të djathtë. Por, ky fraksion që ti t'jesh, duhet kesh bërë dhe disa veprime tjera. Është kollajnë të konstatim. Se prandaj, ja u thash që në fillim, që këtu janë mësuar vetëm me konstatime. Të konstatojmë këtë, se ky është pengesë, ky është ai, ky është ky. Po mirë, dakor, ta që kanë pengesë. Kush është zgjidhja? Jep një zgjidhje. Një nga zgjidhjet për shembull që unë kam dhënë kur mas 11 majit, kur Partia Demokratike humbi, unë kam thënë të gjithë drejtuesit politik të qarqeve shkarkohen e para. Dhe e dyta, të gjithë ata që kanë mandat deputeti mos kenë më funksion partie. Këto janë dy opsione që kam hedhur publikisht. Dhe nuk e shoh Saliani në këtë lloj linje. Pra nuk e shoh as që të kërkoj këtë, as kërkoj këtë, Po konstaton
Po kastaton, edhe unë e di shumë mirë. Flamur Noga nuk e do njëri. Albania Vokshi nuk e duan. Po e do Sali Berisha. Tash i mënyra se si do ta largosh. Atë do ta largosh me një alternativë. Kush është alternativa? Alternativa ajo që unë tash e kam hedhur, tash se pranoj. Kush është alternativa? Alternativa është që të gjithë deputetët të lejnë mandatet e partisë. Mos të jenë funksionar partia. Pra, edhe deputet, edhe funksionar partia. Atëherë nëse ti bëhesh deputet, lërë funksionarin e partisë. Sepse partia ka një aktivitet tjetër. Tash ti do bësh rolin e deputetit, do bësh rolin e organizatorit të partisë. Të dyja si bën dot. Dhe ajo që është më kryesorja. Për shembull, kam kërkuar një kuvend ekstra të Partisë Demokratike, po jo me njerëz të cilët përplasin duar, qoftë për njërin, qoftë për tjetrin, po me njerëz që kanë vlera, kontribute dhe që kanë se çfarë i japin asaj partie. Qoftë edhe njerëz të cilët duhen thirrur edhe nga jashtë, jo vetëm brenda partisë, po të jem me ata brenda partisë, dihet që do bësh një kuvend që do përplasin gjithë durë. Pra një kuvend për të debatuar, një kuvend për të hedhur alternativat, një kuvend për të dhënë zgjidhje. Dhe një kuvend i cili duhet të jetë gjithë përfshirës në kuptimin që ato vendime që dalin nga ai kuvend duhet të jenë zbatues për partinë. Asnjë është alternativë. Nuk sepse nuk e kanë konceptin. Tu është problemi i konceptit të djathës. Mungon e djatha, po mungon e djatha në koncept. Radhë parë. Duhet të jetë koncepti një herë, pastaj të bësh ta zbatosh një parti. Kur ti nuk e ke konceptin, pastaj do dalësh te konstatime. Ky është i keq, ky është i mirë. Jo, nuk është ky është i keq, ky është i mirë. Ajo jepet mbi bazën e argumentit. Kur ti tjetër ti thua që ti nuk bën, duhet t'i japësh bazën e argumentit. Po këtu përplasin mendimet. Po, si do përplasin mendimet në një kryesi ku e ka zgjedhur Sali Berisha, ku të gjithë jam, çfarë thot Sali Berisha, të gjithë presin, çfarë do thot Sali Berisha që të dalin dhe ta thonë ata nëpër media. Sepse askush nga ata nuk del të hedhë një alternativë vetme. T'japi një zgjidhje problemi. Edhe në deklaratën që i bëjnë, nëse ju e veni re në media, çfarë thonë? E ka thënë Sali Berisha, e tha Sali Berisha. Vetë nuk thonë asgjë, pra ripertitor të Sali Berisha. Po nuk ecë një parti e cila pretendon se është kundërshtare e së majtës, nuk ecë në këtë lloj forme. Kush e ka ngritur zërin aty që thotë si ka mundësi që ne jemi partia e qendrës, pavarësisht se i vjen edhe emra ata djathtë për kamuflim se qendra nuk ka të djathtë, nuk ka e djatha, nuk ka qendër djathtë, nuk ekziston me asnjë vend. Por si ka mundësi që nuk del njëri thotë, "Ore, po si jemi ne partia e qendrës? Ne kemi qenë partia e djathtë. Ne kur kemi themeluar parti, kemi themeluar për kundërshtare e të majtës, pra një parti të djathtë. Po nëse është për parti të qendrës, çfarë kuptimi ka? Atëherë si ta luftosh? Prandaj mungon edhe alternativa, prandaj mungon edhe kauza. Se e djatha e ka me alternativë, po jep edhe zgjidhjen. Nëse unë dola në protest para kryeministrisë edhe i vetëm, çfarë kërkova? Ngrita një kauzë, kërkova minimum etik. Ajo që sot është bërë prezent në gjithë njerëzit. Dhe Partia Demokratike e mori dhe e futi në listë në programin e saj, pavarësisht se s'di ta zhvilloi. Por, ama edhe vetë, kryeministri mundohet tashmë pavarësisht se thot, po mundohet ta çojë tek minimumi etik atë që unë kam kërkuar. Pse? Është kauzë. Dhe kauzat kanë një gjë. Vërtet mund të vonojnë, por nuk humbasin. Mbesin. Dhe më gjeni tashmë një deputet që ka ngritur një kauzë. Ka deputet aty që ngrenë kauzë? S'ka. Ka deputet që ngrenë alternativë? S'ka. Që japin zgjidhje? S'ka. Çfarë do të thotë i pari, atë do thonë ata. Pra zgjidhjen e kërkojnë ke i pari. Në thotë Berisha do bëjmë foltore, dakor thotë bëjmë foltore. Thotë Berisha do bëjmë foltore në rrugë, po gjithë do bëjmë foltore në rrugë. Bëre tryez Berisha me aleatët edhe
edhe këtë shoqërinë civile, se këta vazhdojnë akoma, pra një djatë vazhdoi akoma me mentalitetin e smajtës, shoqëria civile është e majtë. Atë pjesë e sorës. Atëherë, si ka mundësi që ti bën një tryezë dhe nga e tryezë nuk doli asnjëri me një deklaratë, me pika, me një konkluzion të asaj tryeze. Absolutisht. Doli mas 2 ditësh Berisha dhe Partia Demokratike vendosi me datën 24 të bëjmë protestë. Kaq. Po këto vendimet e tryezës. Çfarë u tha aty? Çfarë vendimi u mor? Asgjë. Dhe të gjithë rrinë. Pra duhet të ngresh këtë problem në këtë lloj forme për të arritur diçka. Por kur e ngren, duhet të kesh edhe rrugën e zgjidhjes. Jo të flasësh, hajde të flasim. Ky është i keq, ky është i mirë, ky është i keq, ky është i mirë. Ky është i mirë se do Berishën, ky është i keq se nuk e do Berishën. Po në parti jo të gjithë të duan. Kur them ju, i referohem edhe atyre që kanë kontribuar. Kur arriti që u themelua Partia Demokratike, ne menduam se krijuam një parti të djathtë, më u krijuam partia e djathtë. Dhe ideja ishte e asaj partisë djathtë. Fatkeqësisht ajo parti nuk u bë më e djathtë. Po, qysh në themelim, unë kam pas përplasit me ta qysh ditët e para, domethënë. Dhe jo më kot ju thash që 2 janë momentet, supozojmë që Partia Demokratike nuk ka qenë pjesëmarrëse, apo mund të themi edhe kanë qenë kundra. Rrëzimi i monumentit me 20 shkurt dhe rrëzimi i qeverisë tonë, greva e përgjithshme. Në këto 2 ngjarje, Partia Demokratike nuk ka qenë prezente. Flas si parti, si forcë politike, jo si njerëz. Se aty ishte gjithë populli. Dhe nga ai moment pastaj filloi dhe rrëshqiti që është në hapat e para, rrëshqiti Partia Demokratike, por duke qenë njerëzit të etur për lirinë e tyre, për të përmbysur themi pushtetin. Atëherë ndodhi që partia u kamuflua, vit pas viti u kamuflua në një formë të tillë, derisa arriti pastaj që të duket apo dukshëm mos tjetë përfaqësuesi i të djathtës. Çka do të thotë qysh me ligjin e pronave, dhe me të gjithë ligjet e tjera të cilat janë bërë, apo me veprimet e tjera të cilat janë bërë, duke zhgënjyer ata njerëz të cilët ishin promotor, ishin aktiv në ato revolt popullore që u bë, por që nuk e pan veten më aty dhe u largua. Fatkeqësia e këtij vendi është largimi i emigrimit. Dhe emigrimi fatkeqësisht nuk ka ndodhur vetëm sot. Emigrimi ka 35 vjet që ndodhur në Shqipëri. Dhe pjesa më e zhgënjyer ishte pjesa e shtresës tonë, domethënë stresa reaksionare, e kupton, domethënë pronarët, burgosit politik, jo ishat, nuk merrem me isha unë. Unë merrem me pjesën të cilës i takoj, se pjesa reaksionare është gjë tjetër. Pra ata që ishin burgoz, themi deri ka 49-5 vjet, se pastaj fillojnë burgozin në tjetrin ta. Dhe nuk e gjetëm veten në asnjë moment në përfaqësi, sepse Partia Demokratike filloi dhe edhe domethënë stresës tonë i futi dhe një ish për ndjekur apo ish pronar. Apo ne u qushim isha, ishim domethënë isha. Dhe ajo që ndodhi fatkeqësia më e madhe, kush e kuptoi ishte ajo deklarata e Berishës kur tha bashkëfajtor bashkëpunëtor, ajo ishte pastaj i vuri kapak, themi politikisht. Dhe të gjithë u zhgënjyen dhe u larguan nga parti, duke i lënë terren pjesës tjetër, pastaj duke i lënë terren pjesës të cilët bënin atë lojën, domethënë duke qenë pjesë e partisë punës apo e sigurimit të shtetit apo e nomenklaturës, ngrenin gjykistat e përtisnin, po duke qenë persona që ishin, themi, me një farë reputacionin atë kohë, sepse ishin inxhiniera, mësues, pedagog, njërën tjetrën, edhe kishin
diapazon më të madh njohje dhe ju besonte shumë shpejt. U besoni shumë shpejt dhe këta persona thithet shumë shpejt. Por ajo që është që ngelet domethënë enigëm, ngelet ajo pjesa e emërimeve. Pra, ai Berisha arriti të bëjë atë emërimin. Pra, edhe të përcaktoj se kush përfaqëson shtresën e burgosurve, pra shtresën reakcionare, kush i përfaqëson ish burgosit, kush përfaqëson ish këtë, kush përfaqëson këtë shtresë dhe këtë shtresë. Pra, i vendosi ai se kush përfaqësim. Në të njëjtën kohë, që përfaqësimin e caktojmë vetëm, ka nevojë të ne caktojmë njëri. Pra, siç la kuotat për gratë, që tha 30% e kuotave do të jenë gra, nuk la ne kuotë për shtresën tonë. Dhe duke mos lënë asnjë kuotë për shtresën tonë, por duke i caktuar ai ata njerëz që donte ai për të quajtur përfaqësues, gjë që nuk ka përfaqësuar kurrë dhe nuk bën asnjë lloj lëvizje. Kjo sjell zhgënjim, sepse edhe thash, edhe kjo kërkon analizë të thellë pastaj. Se si erdhëm deri këtu. Pra, nga një parti e cila me ideale e me mendje që do jetë parti kundërshtare e së Majtës, kthehemi në qendër. Pra, kthehemi në qendër është prapë e Majta është. Rreth prapë në e Majta rreth, nuk rreth nga e djathta. Por arritëm këtu. Dhe ky është gënjimi më i madh. Dhe sot Shqipëria është në një pozicion shumë të keq, sepse i mungon. Dhe unë kur i them shtresa reakcionare. Pse? Sepse edhe në kimi po ta marrësh, nëse do vesh vetëm anodën në një gotë ujë, do vesh vetëm anodën, ajo është do rri. Nëse do fusish edhe katodën, do ketë reakcion. Pra, nëse nuk ka dy pole, nuk ka reakcion, nuk ka zhvillim. Dhe Shqipëria vuan nga zhvillimi, po nga zhvillimi real, jo zhvillim propagandistik. Nëse bëjmë propagandë, vetëm propagandë, pastaj vazhdojmë me propagandë, do ngelemi në këtë lloj stadi. Qartë, zotë Mërkoçi, faleminderit shumë që ishit me ne dhe faleminderit shumë për analizën tuaj të thelluar. Faleminderit edhe juve.